Një moment interesant dhe pak provokues ka ndodhur në shtëpi, ku Juela dhe Rogerti janë parë duke biseduar vetëm në oborë. Atmosfera ishte e qetë, por biseda mori një kthes personale kur Juela vendosi të bënte një koment që e surprizoi Rogertin. Ajo i tha se nëse ai nuk do të ishte i martuar, gjërat mes tyre do të ishin ndryshe dhe se do ta ngacmonte shumë më tepër. Rogerti e mori si një shaka, por Juela vazhdoi me një buzëqeshje, duke thënë se do të bënte gjithçka për ta provokuar. Rogerti e paralajmëroi të kishte kujdes, pasi brenda shtëpisë çdo fjalë mund të keq kuptohet dhe të kthehet në temë diskutimi. Disa banor filluan të hedhin shikime drejt tyre, të bërë kurioz për këtë afrimite të papritur dhe bisedë të gjallë. Juela pranoi se i pëlqen të krijojë momente të lehta, ndërsa Rogerti vlerësoi energjinë e saj për të sjellë diçka ndryshe. Biseda u mbyll me buzëqeshje, por ky ngacmim mbetet një nga ato situata që mund të komentohen gjatë në vazhdim. Një bisedë interesante dhe plot tension zhvillohet në shtëpi kur Edisa vendos të flasë hapur për Mateon dhe për situatën që është krijuar mes tij dhe Brikenës. Gjithçka nis gjatë një momenti kur disa banor janë mbledhur në sallon dhe po diskutojnë për marrëdhëniet që janë krijuar brenda shtëpisë. Tema kalon natyrshëm tek afrimi mes Brikenës dhe Mateos, i cili është komentuar shumë nga banorët gjatë ditëve të fundit. Ndërsa të gjithë përjapin mendimet e tyre, Edisa vendos të ndërhyjë dhe të shprehë hapur atë që mendon. Ajo thotë se sipas saj situata mes Brikenës dhe Mateos nuk është aq e fortë sa duket dhe se ajo beson që gjërat mund të ndryshojnë shumë shpejt. Këto fjalë tërheqin menjëherë vëmendjen e banorëve të tjerë, të cilët fillojnë ta dëgjojnë me shumë interes. Disa prej tyre e pyesin Edisan se çfarë nënkupton me këtë dhe pse mendon se marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos nuk është aq serioze. Edisa buzëqesh pak dhe thotë se ajo ka vënë re shumë gjëra gjatë kohës që kanë kaluar në shtëpi. Sipas saj, Mateo është një person që pëlqen shumë vëmendjen dhe që shpesh ndryshon mënyrën si sillet në varësi të situatës. Pastaj ajo bën një deklaratë që surprizon disa nga banorët. Edisa thotë se nëse ajo do të donte vërtet, mund ta bënte Mateon për vete. Ajo shprehet me vetbesim dhe thotë se nuk mendon se është aq e vështirë të afrojë Mateon drejt saj. Disa nga banorët reagojnë menjëherë me të qeshura dhe habi. Ata fillojnë ta ngacmojnë duke e pyetur nëse po flet seriozisht apo nëse është thjesht një shaka. Por Edisa duket shumë e sigurt në atë që po thotë. Ajo thotë se nuk është duke bërë shaka dhe se nëse do të vendoste ta provonte, ajo mendon se do të arrinte ta të hiqte Mateon drejt saj. Në një moment ajo shton se nuk do t'ja linte kaq lehtë Brikenës. Sipas saj, nëse do të hynte vërtet në këtë situatë, ajo do të përpiqej seriozisht ta fitonte vëmendjen e Mateos. Këto fjalë krijojnë menjëherë shumë reagime mes banorëve. Disa prej tyre fillojnë të komentojnë situatën dhe të pyesin nëse kjo do të krijojë një tjetër trekëndësh në shtëpi. Edisa vazhdon të flasë dhe thotë se për të është edhe një lloj loje. Ajo shprehet se në një ambient si shtëpia, ku të gjithë janë në impresion dhe emocione të forta, është interesante të shohësh se si ndryshojnë marrëdhëniet. Disa banorë i thonë se nëse Brikena do ta dëgjonte këtë bisedë, ndoshta nuk do ta priste shumë mirë. Por Edisa përgjigjet se ajo nuk po bën asgjë të keqe dhe se thjesht po thot atë që mendon. Ajo shton se në fund të fundit secili është i lirë të afrohet me këtë dojë dhe se askush nuk i përket askujt brenda shtëpisë. Ndërkohë disa banorë vazhdojnë ta ngacmojnë duke i thënë se nëse vërtet do të përpiqet ta bëjë Mateon për vete, atëherë situata në shtëpi do të bëhet edhe më interesante. Edisa qesh dhe thotë se nuk i friksohet as pak një situatë të tillë. Ajo përsërit se nëse do të vendoste seriozisht ta bënte për vete Mateon, ajo mendon se do të kishte shumë shanse për ta arritur këtë. Biseda vazhdon për disa minuta ndërsa banorët diskutojnë për këtë deklaratë të Edisës. Disa mendojnë se ajo thjesht po bën shaka, ndërsa disa të tjerë besojnë se ajo mund ta ketë seriozisht. Edhe pasi biseda ndryshon temë, disa nga banorët vazhdojnë ta përmendin këtë moment dhe të komentojnë se çfarë mund të ndodhë nëse Edisa vërtet vendos të afrohet më shumë me Mateon. Kështu, deklarata e saj bëhet një nga temat më të diskutuar të momentit në shtëpi dhe të gjithë mbeten kurioz për të parë nëse kjo ishte thjesht një bisedë apo nëse do të shndërrohet në një situatë të re mes banorëve. Një moment shumë i veçantë dhe plot emocion ndodh në shtëpi kur banorët vërejnë diçka të pazakontë në qiell. Ndërsa disa prej tyre janë duke qëndruar në obor dhe duke biseduar mes tyre, papritur dëgjohet një zhurmë e lehtë nga ajri.
Në fillim askush nuk e kupton se çfarë është, por shumë shpejt të gjithë fillojnë të shikojnë lart dhe vërejnë një dron që po afrohet drejt shtëpisë. Banorët fillojnë të habiten dhe të afrohen më pranë për të parë më mirë se çfarë po ndodh. Droni po fluturon ngadalë mbi obor dhe duket sikur po mban diçka të lidhur pas tij. Atmosfera bëhet menjëherë shumë kurioze dhe të gjithë fillojnë të pyesin njëri tjetrin se çfarë mund të jetë kjo surprizë që po vjen nga ajri. Ndërsa droni afrohet edhe më shumë, banorët fillojnë të dallojnë se pas tij është një pankartë e madhe që po valvitet në ajër. Në atë moment, disa prej tyre fillojnë të lexojnë me zë të lartë atë që është shkruar në pankartë. Në pankartë shkruhet: Brikena dhe Mateo, çifti më i mirë. Sa po lexohen këto fjalë, disa nga banorët fillojnë të reagojnë me të qeshura dhe habi. Të gjithë kthejnë kokën nga Brikena dhe Mateo për të parë reagimin e tyre. Disa fillojnë t'i ngacmojnë duke bërë shaka dhe duke thënë se kjo është një surprizë shumë romantike. Brikena duket shumë e habitur nga kjo që po ndodh. Ajo fillimisht buzëqesh dhe nuk di çfarë të thotë. Në fytyrën e saj duket një përzierje emocionesh, surprizë, turp dhe një buzëqeshje e lehtë. Ajo shikon nga Mateo dhe duket sikur po përpiqet të kuptojë se kush mund ta ketë dërguar këtë mesazh. Mateo nga ana tjetër qesh dhe duket shumë i kënaqur nga kjo surprizë. Ai shikon pankartën në ajër dhe pastaj kthen syt nga Brikena duke buzëqeshur. Disa nga banorët fillojnë të duartrokasin momentin dhe ta komentojnë situatën. Disa prej tyre thonë se kjo është një nga surprizat më interesante që kanë parë deri tani në shtëpi. Të tjerë fillojnë të bëjnë shaka duke thënë se tashmë është e qartë që jashtë shtëpisë njerëzit i shohin Brikenën dhe Mateon si një çift shumë të mirë. Ndërkohë droni vazhdon të fluturojë mbi shtëpi për disa minuta, duke bërë që pankarta të duket qartë nga të gjithë banorët. Disa prej tyre fillojnë të bëjnë foto me sytë e tyre, duke e komentuar vazhdimisht mesazhin. Brikena vazhdon të buzëqesh, por në të njëjtën kohë duket pak e turpshme nga gjithë vëmendja që po merr në atë moment. Ajo thotë se nuk e priste as pak një surprizë të tillë dhe se është diçka shumë e papritur për të. Mateo afrohet pranë saj dhe i thot me shaka se duket që njerëzit jashtë shtëpisë i mbështesin shumë. Disa banorë të tjerë fillojnë të bëjnë humor duke thënë se tani ata duhet ta pranojnë zyrtarisht që janë një çift. Ndërkohë disa banorë të tjerë komentojnë se surprizat të tilla nga jashtë gjithmonë krijojnë shumë emocione brenda shtëpisë. Ata thonë se është interesante të shohësh se çfarë mendojnë njerëzit jashtë për marrëdhëniet që po krijohen mes banorëve. Pas disa minutash, droni fillon të largohet ngadalë nga shtëpia, ndërsa pankarta vazhdon të valvitet në ajër. Banorët vazhdojnë të shikojnë derisa ai zhduket në distancë. Edhe pasi droni largohet, banorët vazhdojnë të flasin për këtë moment për një kohë të gjallë. Disa prej tyre vazhdojnë të ngacmojnë Brikenën dhe Mateon duke thënë se tashmë janë shpallur çifti më i mirë. Brikena dhe Mateo duken pak të turpshëm nga gjithë kjo vëmendje, por në të njëjtën kohë buzëqeshin dhe e marrin situatën me humor. Ky moment bëhet një nga momentet më të komentuar të ditës në shtëpi dhe për një kohë të gjatë banorët vazhdojnë të flasin për surprizën nga ajri dhe për mesazhin që erdhi për Brikenën dhe Mateon. Një tjetër debat i fortë shpërthen në shtëpi, këtë herë mes Mirit dhe Selinës. Situata nis gjatë një bisede në obor, ku disa nga banorët po diskutojnë për marrëdhëniet që janë krijuar brenda shtëpisë dhe për tensionet që kanë lindur mes disa prej tyre. Në fillim biseda duket e qetë, por shumë shpejt merr një kthes të papritur kur Miri vendos të flasë hapur për Selinën dhe për mënyrën si ai e sheh marrëdhënien mes tyre. Miri i drejtohet Selinës dhe i thotë se sipas tij ajo ende ka ndjenja për të, edhe pse përpiqet ta mohojë këtë gjë përpara të tjerëve. Këto fjalë e habisin Selinën, e cila menjëherë reagon duke i thënë se ai po flet pa asnjë provë dhe se po përpiqet të krijojë një histori që nuk ekziston. Por Miri vazhdon të shpjegojë mendimin e tij. Ai thotë se gjatë ditëve të fundit ka vënë re shumë momente ku Selina ka reaguar ndryshe ndaj tij, duke treguar sipas tij që ende ka ndjenja të pasgjidhura. Ai shton se mënyra si ajo reagon kur ai flet me vajza të tjera tregon shumë për atë që ajo ndjen. Selina nuk e pranon as pak këtë akuzë dhe i thot Mirin se ai po e interpreton çdo gjë sipas mënyrës së tij. Ajo shprehet se nuk ka asnjë ndjenjë për të dhe se gjithçka që ai po thot është thjesht një përpjekje për të krijuar dramë në shtëpi. Debati bëhet edhe më i fortë kur Miri thot se Selina nuk është duke treguar të vërtetën. Ai shton se sipas tij ajo po përpiqet të duket sikur nuk I intereson, por në të vërtetë ende ndjen diçka për të.
Në një moment, Miri shprehet edhe më ashpër dhe thotë se sipas tij Selina është mashtruese. Ai shpjegon se mënyra si ajo sillet me disa banorë dhe mënyra si ndryshon qëndrime nga një moment në tjetrin e bën të mendojë kështu. Këto fjalë dhe nervozojnë shumë Selinën. Ajo i kërkon Mirin të mos përdor fjalë të tilla për të dhe i thotë se nuk ka asnjë të drejtë ta quajë mashtruese. Selina shton se ajo gjithmonë ka qenë e sinqertë për atë që ndjen dhe për mënyrën si sillet me njerëzit në shtëpi. Ndërkohë disa nga banorët e tjerë që janë pranë fillojnë të reagojnë. Disa prej tyre përpiqen të qetësojnë situatën dhe u thon të dyve të mos e çojnë debatin kaq larg. Të tjerë dëgjojnë me interes diskutimin dhe komentojnë mes tyre atë që po ndodh. Miri vazhdon të flasë dhe thotë se nuk ka asgjë personale kundër Selinës, por ai thjesht po thotë atë që mendon. Ai shton se për të është shumë e qartë që Selina ende ka ndjenja për të dhe se ajo po përpiqet ta fshehë këtë gjë përpara të tjerëve. Selina i përgjigjet me tone të forta dhe i thotë se ai po e mbivlerëson shumë veten. Ajo shton se nuk ka asnjë arsye pse duhet të ketë ende ndjenja për të dhe se ai duhet të ndalojë së krijuari histori që nuk janë të vërteta. Debati vazhdon për disa minuta ndërsa atmosfera në shtëpi bëhet gjithnjë e më e tensionuar. Disa banorë përpiqen të ndryshojnë temën për të ulur tensionin, ndërsa disa të tjerë largohen nga zona për të mos u përfshirë në konflikt. Në fund, edhe pse zërat fillojnë të ulen dhe situata qetësohet pak, duket qartë se mes Mirit dhe Selinës është krijuar një përplasje e fortë. Të dy mbeten me mendimet e tyre dhe tensioni mes tyre vazhdon të ndihet edhe më vonë gjatë mbrëmjes në shtëpi. Një debat i fortë ka shpërthyer në shtëpi mes Selinës dhe Juelës, duke krijuar një moment shumë të tensionuar mes banorëve. Gjithçka nisi gjatë një bisede në sallon, ku situata ndryshoi kur Selina filloi të kritikojë Juelën. Selina thotë se ka vënë re sjellje nga Juela që nuk i duken të sinqerta dhe se ajo nuk është një person i drejtë për drejtë. Juela fillimisht u përpoq ta marrë situatën me qetësi, duke kërkuar një diskutim normal pa e kthyer në debat. Por Selina, e irrituar, vazhdoi me tone të ashpra duke e quajtur Juelën si një nga vajzat më të këqija në shtëpi. Selina shtoi se Juela bën veprime pa menduar, duke e nervozuar Juelën që i kërkoi të mos përdor ofendime. Debati u ndes kur Selina përmendi Rogertin, duke akuzuar Juelën se po e bën këtë vetëm për vëmendje dhe lojë. Juela u përgjigj menjëherë duke thënë se Selina po shpik gjëra dhe se misia e saj me Rogertin është normale. Disa banorë u përpoqen të qetësonin situatën, por tensioni mes tyre vazhdoi të ndihej gjatë gjithë mbrëmjes. Në fund, situata u qetësua pak, por përplasja mes Selinës dhe Juelës mbetet një krisje e madhe në shtëpi. Një debat shumë i ashpër ka shpërthyer në shtëpi mes Selinës dhe Rogertit, duke krijuar një situatë shumë të tensionuar që ka tronditur edhe banorët e tjerë. Gjithçka nisi pas disa komenteve të Rogertit që Selina i mori si provokim të drejtë për drejtë ndaj saj. Fillimisht ata po diskutonin në sallon bashkë me disa banorë të tjerë. Biseda dukej normale, por shumë shpejt atmosfera ndryshoi. Rogerti filloi të bëjë disa komente për Selinën dhe mënyrën se si ajo po sillet në shtëpi. Ai tha se sipas tij Selina po luan një lojë të dyfisht dhe se nuk është aq e sinqertë sa mundohet të duket para të gjithëve. Këto fjalë e acaruan menjëherë Selinën. Ajo u kthye nga Rogerti me një ton shumë të ashpër dhe i tha se nuk ka asnjë të drejtë të flasë për të në atë mënyrë. Selina i tha se Rogerti po përpiqet vazhdimisht ta provokojë dhe se kjo gjë nuk i pëlqen as pak. Debati u bë gjithnjë e më i fortë. Rogerti nuk u tërhoq nga fjalët e tij dhe vazhdoi të thotë se ai thjesht po jep mendimin e tij dhe se nuk ka frikë të thotë të vërtetën. Kjo gjë e nervozoi edhe më shumë Selinën. Në një moment Selina u ngrit në këmbë shumë e irrituar dhe filloi t'i flasë Rogertit me zë të lartë. Ajo i tha që të ndaloj menjëherë dhe të mos përmend më emrin e saj. Selina dukej shumë e revoltuar dhe emocionale, ndërsa banorët e tjerë filluan të shikonin situatën me shqetësim. Rogerti nga ana tjetër vazhdonte të përgjigjej dhe të mos tërhiqej nga debati. Ai tha se Selina po reagon në mënyrë të egzageruar dhe se nëse nuk i pëlqen mendimi i tij, ajo duhet thjesht ta injorojë. Por kjo fjali ishte si një shkëndijë që e ndezi edhe më shumë situatën. Selina u afrua drejt Rogertit shumë e nervozuar dhe në një moment dukej sikur tentoi ta godas nga nervat. Banorët që ndodheshin aty pranë reaguan menjëherë dhe u futën në mes për ta ndaluar situatën që të mos përshkallëzojë.
Selina vazhdonte të bërtiste dhe i thoshte Rogertit, "Ik shtuku prej këtu. Mos më fol më. Mos më përmend emrin." Ajo e ofendoi dhe i tha se është lodhur nga provokimet e tij të vazhdueshme. Atmosfera në shtëpi u bë shumë e rëndë. Disa banor u përpoqen ta qetësonin Selinën duke i thënë që të ulej dhe të merrte frym thellë. Ata i thanë se nuk ia vlen të arrijë deri në atë pikë për një debat. Ndërkohë Rogerti qëndronte pak më larg dhe vazhdonte të fliste, duke thënë se nuk ka bërë asgjë të gabuar dhe se Selina po e egzageron situatën. Kjo gjë bëri që disa banor të tjerë t'i kërkonin edhe atij të qetësohej dhe të mos vazhdonte ta provokonte më. Selina dukej ende shumë e revoltuar. Ajo vazhdonte të thoshte se Rogerti gjithmonë përpiqet ta nxjerrë nga vetja dhe se kjo gjë është bërë e padurueshme për të. Sipas saj, ai po e bën qëllimisht për të krijuar konflikt dhe për të marrë vëmendje. Disa nga banorët e morën Selinën më njam për ta qetësuar. Ata i thanë që të mos lejoj që një debat ta çojë deri në atë pikë dhe se është më mirë të largohet për pak nga situata. Nga ana tjetër, edhe Rogerti u tërhoq pak dhe ul në një cep të sallonit, por tensioni mes tyre mbetet shumë i fortë. Të gjithë në shtëpi filluan të flisnin për atë që ndodhi dhe për mënyrën se si debati u përshkallëzua kaq shpejt. Shumë banor u shprehen të habitur nga reagimi i Selinës, ndërsa disa të tjerë thanë se Rogerti e kishte provokuar vazhdimisht dhe se ishte e pritshme që një moment ajo të shpërthente. Situata mbetet shumë e tensionuar dhe duket se marrëdhënia mes Selinës dhe Rogertit është përkeqësuar edhe më shumë. Tani mbetet për t'u parë nëse ata do të arrijnë ta sqarojnë këtë konflikt apo nëse përplasjet mes tyre do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim brenda shtëpisë. Një moment i papritur ka trazuar shtëpinë e Big Brother VIP 5, duke rikthyer edhe një herë Brikenin në qendër të vëmendjes. Një dron është shfaqur mbi ambientet e jashtme të shtëpisë, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e banorëve dhe duke ndezur aludime të reja rreth saj. Sipas asaj që u komentua mes banorëve, droni mbante një mesazh që lidhej drejt për drejt me Brikenin. Edhe pse mesazhi nuk u bëri qartë për publikun në detaje, reagimet brenda shtëpisë treguan se përmbajtja e tij ishte mjaftueshëm e fortë për të krijuar tension. Disa prej banorëve e interpretuan si një sinjal nga jashtë, ndoshta nga një person i afërt me të, ndërsa të tjerë e panë si një përpjekje për të destabilizuar lojën e saj. Brikena u duket surprizuar, por njëkohësisht e përmbajtur. Ajo nuk reagoi me impuls, duke tentuar të ruajë qetësinë dhe të mos jap shumë detaje. Kjo sjellje e saj u analizua menjëherë nga të tjerët, të cilët nisën të pyesin: a ishte ajo në dieni të këtij mesazhi? A konfirmon droni dyshimet për jetën e saj jashtë? Apo është thjesht një provokim për ta nxjerrë nga loja? Pas këtij momenti, atmosfera në shtëpi ndryshoi. Një grup banorësh mendon se droni është një ndërhyrje e padrejtë që synon ta dëmtojë emocionalisht Brikenën. Sipas tyre, çdo informacion nga jashtë mund të ndikojë në gjendjen psikologjike të një banori dhe ta çojë lojën në një drejtim të papritur. Ndërkohë, një grup tjetër e sheh si një të vërtetë që po del në sipërfaqe. Ata argumentojnë se nëse nuk ka asgjë për të fshehur, atëherë nuk ka arsye për shqetësim. Në reality show, çdo detaj merr peshë të madhe. Një dron i vetëm mjaftoi për të rikthyer në tavolinë të gjitha debatet e mëparshme mbi Brikenën, veshjen e saj, deklaratat për traditën, dyshimet për një lidhje jashtë dhe mënyrën se si ajo po e menaxhon imazhin e saj. Ky episod u kthye në një test të fortë emocional për të. Në një ambient ku izolimi është pjesë e formatit, çdo mesazh nga jashtë ka efekt të dyfisht, mund të jap forcë, mund të krijojë pasiguri. Më shumë se sa përmbajtja konkrete, droni u bë simbol i përplasjes mes jetës private dhe asaj publike. Ai ngriti pyetjen mbi kufijtë e lojës, mbi ndikimin e jashtëm dhe mbi sa e vërtet është narrativa që një banor ndërton brenda shtëpisë. Brikena tashmë përballet me një sfidë të re, të vazhdojë lojën pa u ndikuar nga zërat e jashtëm, apo të sqarojë një herë e mirë gjithçka për të shuar dyshimet. Një gjë është e sigurt, droni nuk ishte thjesht një objekt me qiell. Ishte një moment që ndryshoi dinamikën e shtëpisë dhe e bëri lojën edhe më intensive. Në një nga përplasjet më të forta të ditëve të fundit në shtëpi, Selina dhe Juelen përfshihen në një debat shumë të ashpër që tensionon të gjithë ambientin. Gjithçka nis nga një diskutim i vogël për një koment të bërë më herët, por shumë shpejt situata del jashtë kontrollit dhe kthehet në një përballje të drejtë për drejtë mes tyre.
Selina, e nervozuar dhe e ngarkuar emocionalisht, i drejtohet Juelës me tonet e larta dhe e akuzon për sjellje që sipas saj nuk janë as pak të denja. Ajo thot se është lodhur nga provokimet dhe komentet e vazhdueshme, duke shtuar se Juelën e sheh si një person që përpiqet të krijojë konflikte për vëmendje. Në kulmin e debatit, Selina përdor fjalë shumë të forta, duke e quajtur atë ordinere dhe vajzë e shpifur. Në momentin që këto fjalë thuhen, atmosfera në shtëpi ndryshon menjëherë. Disa banorë reagojnë me habi, të tjerë përpiqen të ndërhyjnë për të qetësuar situatën. Juelën e prek thellë mënyra si Selina i drejtohet dhe ajo reagon menjëherë duke i kthyer përgjigje me të njëjtin intensitet. Juelën i thot Selinës se nuk ka të drejtë ta etiketojë në atë mënyrë dhe se ajo nuk ka bërë asgjë për të merituar fjalë kaq të rënda. Ajo thekson se gjithmonë ka folur hapur dhe nuk është fshehur pas askujt. Sipas saj, nëse Selina ndihet e kërcënuar apo e pasigurt, nuk duhet ta nxjerrë këtë duke ofenduar të tjerët. Debati bëhet gjithnjëherë më i tensionuar. Të dyja flasin njëkohësisht me zë të lartë dhe për disa momente duket sikur situata mund të përshkallëzohet edhe më tej. Banorët afrohen për t'i ndarë dhe për t'u kërkuar të ulin tonet. Disa i thonë Selinës se ka kaluar kufirin me fjalët e saj, ndërsa të tjerë përpiqen t'i thonë Juelës të mos reagojë me të njëjtin agresivitet. Selina vazhdon të insistojë se fjalët e saj janë rezultati një akumulimi situatash dhe se ajo ndihet e provokuar prej kohësh. Ajo shprehet se Juelën shpesh bën komente të nënkuptuara dhe përpiqet të ulë përpara të tjerëve. Sipas saj, ky debat ishte i pashmangshëm sepse tensioni kishte kohë që po rritej. Nga ana tjetër, Juelën thotë se nuk e pranon etiketimin dhe se askush nuk ka të drejtë ta gjykojë në atë mënyrë. Ajo shton se loja mund të jetë e fortë, por respekti duhet të mbetet gjithmonë. Ajo e konsideron sulmin e Selinës si personal dhe të padrejtë. Atmosfera në shtëpi mbetet e rëndë edhe pasi debati ndalet përkohësisht. Disa banorë diskutojnë mes tyre për situatën, duke thënë se të dyja kanë gabuar në mënyrën si e trajtuan konfliktin. Të tjerë mendojnë se kjo përplasje ishte e pashmangshme duke parë tensionin e akumuluar. Selina më vonë shprehet se ndoshta mund të kishte përdorur fjalë më të zgjedhura, por nuk e tërheq plotësisht atë që tha, sepse sipas saj ajo thjesht reagoi ndaj një sjelljeje që e kishte lënduar. Ndërsa Juelën mbetet e prekur dhe thotë se do të jetë më e kujdesshme me marrëdhënien e saj me Selinën në të ardhmen. Ky debat lë një ndikim të fortë në dinamikën e shtëpisë. Marrëdhënia me Selinës dhe Juelës duket e thyrë dhe do të duhet kohë për të parë nëse do të ketë një pajtim apo nëse ky konflikt do të thellojë ndarjet mes grupeve brenda shtëpisë. Një gjë është e sigurt, ky ishte një nga momentet më të nxehta dhe më të diskutueshme deri tani.